Pasojë e rreshjeve të dendura të shiut ka patur rrëshqitje dhe erash në akset nacionale të qarkut Kukësit. Akset problematike për sa i takon në rënje së gurve mbeten Kukës Shishtavec, Kukës Peshkopi, Bajramsuri Qafmali si dhe Qafmali Kukës. Në këtë aks, firma mirëmbajtëse ka ndërhyrë disa herë për largimin e gurve e dherave. Gjithsesi operatorët vjojnë punën e gatishmërinë për mbajtjen hapur të akseve rrugore, ku deri më tani rrugët nacionale janë të qarkullueshme. Rreshjet e shiut dhe shkarkesat atmosferike sollën avari në disa pjesë të rrjetit elektrik, si rrëzim, thyerje shtyllash, prezencë uji në kabina, këputje për cilësi në linjat ajrore në disa zona të Kukësit, Hasit e Tropojës. Ndërkohë sipas autoriteteve, rreshjet e shiut gjatë natës kanë shkaktuar rënje guresh e materialesh edhe në akset Skuraj Peshkopi, Hani Hotit Tamar, Bog Theth, Vaudeje Spuk, Bajramsuri Valbon, Bujan Qafmorin, Elbasan Qafthan dhe Përmet Qarshov. Tashmë këto rrugë janë pastruar dhe lëvizja e mjeteve kryhet normalisht.